Presidenti i Republikës Bujar Nishani u ka uruar festën e Pashkëve të gjithë besimtarëve ortodoks shqiptar kudo që ndodhen. Në urimin e tij, presidenti shkruan: "Dëshiroj sinqerisht që me rastin e ditës së ringjalljes së Krishtit t'ju shpreh dhe t'ju përcjell në emër të institucionit që përfaqësoj, si dhe në emër të mbar popullit shqiptar urimet më të mira e të përzemërta për festën e Pashkëve. Kjo ditë e shenjtë e cila në vetvete përmban ripërtëritjen e besimit tek ringjallja e shenjtë e Birit të vërtetë të Zotit, sipas besimit tuaj të krishterë, tek ringjizja e vlerave dhe bindjes se sakrificat, vetmohimi, virtytet dhe altruizmi në shërbim të njerëzimit na bëjnë më të mirë. Na rikujton gjithashtu se shpresa në një të ardhme edhe më të mirë nuk vdes kurrë në shpirtin ton." Dita e Pashkëve, siç thekson presidenti, na mbush njëkohësisht me një gjallëri të re, me një vetbesim dhe ringjallje të vërtet vlerash që na bëjnë të kuptojmë se nën këtë qiell të kaltër dhe të pastër shqiptar, e mbi këtë dhe të trojeve të lashta arbërore, çdo hall, problem, mosmarrveshje apo pengesë mund të zgjidhet e të kapërcehet nëse bashkojmë forcat dhe aftësitë, duke menduar e punuar vetëm për të mirën e kombit ton të bekuar. Presidenti e mbyll urimin e tij me fjalët për më shumë mirësi, paqe e dashuri për njëri tjetrin, lumturi në gjirin e familjes, si dhe për të dashurit tuaj kudo ku janë.